Edhe pse kanë kaluar 13 vite që prej daljes në pension, ish mësuesi Stavri Mele nga fshati Rëmbeci Maliqit nuk është shkëputur nga puna. Sot ai ja kushton ditët bujqësisë duke u marrë me kultivimin e mollëve në një sipërfaqe prej 5 hektarësh, së bashku me vëllain dhe një mikun e tyre. Gjatë kohës që kam qenë mësues, kur kam qenë në Podgori e flinim aty, të dielave, vija ndihmoja aq pak. Pastaj kur erdha mësues në Rëmbec, baronte mësimin në orën 2, vija në punë në bujqësi, e kam ndihmuar familjen. Krahas asaj, që kur kam dalë në pension, deri më sot, këtu në punë kam qëndruar. Edhe këtë vit, fermerët janë përballur me vështirësi. Rreshtet e breshëri dëmtuan një pjesë të prodhimit, megjithatë pjesa tjetër e pemishtes paraqiten në gjendje të mirë dhe pritet të japë një prodhim të bollshëm. Varietetet kryesore janë Sarkina, Goldi, Fuji, Gala, Reneta, edhe ca Grasmith. Gjatë kësaj periudhe, ne kemi patur një breshër që la dëmtoi në tërësi, në Baçën ku jemi sot, që është 2 hektare gjysmë. Shpresojmë të marrim rreth 40% të prodhimit të përgjithshëm të Baçës. Kemi edhe baçat tjera që nuk na dëmtoi breshi, ato janë mirë si vjet. Shpresojmë të marrim prodhim të mirë. Fal përvojës së krijuar ndër vite dhe bashkëpunimit mes tyre, fermerët kanë siguruar edhe tregun për shitjen e mollëve. Kemi edhe frigoriferi në fshat. Aty futim 200 ton mollë, i grumbullojmë dhe i shesim që nga frigoriferi. Kemi lidhje me tregtarë të tjerë. Edhe në moshën 78 vjeçare, ish mësuesi vazhdon të punojë çdo ditë në pemishten e tij, duke dëshmuar se dashuria për tokën dhe vlera e punës nuk njohin moshë.